Protestat e banorëve të Durrësit, të cilët preken nga projekti të ID, vu në lëvizje kryeministrin Edi Rama. Këtë të shtunë, kreu i qeverisë mbërriti në bashkinë e qytetit bregdetar, teksa priti për një bashkëbisedim protestuesit, të cilët ishin jo pak të revoltuar. Në takimin e mbajtur në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, ishin të pranishëm rreth 30 banor, ndërsa shumë të tjerë të shoqëruar dhe nga eksponent të partive opozitare, që ndruan për mbi 2 orë në shesh, ku nuk mungonin pankartat ku shkruhej: "Larg duart nga pronat tona". Në përfundim të takimit, kryeministri u prit me thirrje të Rama ik nga disa prej të pranishmëve në shesh, të cilët u shoqëruan në polici nga forcat e rendit. Pas takimit, për mediat kryeministri shpjegoi se ka dëgjuar të gjithë palët, ndërsa protestën jashtë ambienteve të bashkisë e cilësoi si të inëcuar për interesat e opozitës. Po përfaqësojmë vetëm hallin e një 80 kusur vjeçari të rrjedhur nga çdo lloj rrugë të arsyes, krijojnë situata që janë qesharake dhe që tregojnë se ku është katandisur ajo farë partie. Sa i përket projektit, kreu i qeverisë theksoi se ai nuk do të ndalet, por do të ketë verifikime për disa objekte që mund të kenë vlera të trashëgimisë kulturore. Projekti nuk do të ndalet, projekti do të zbatohet, por do të bëjmë një verifikim për disa shtëpi që janë trashëgimi kulturore. Megjithatë, situata u pasqyrua ndryshe nga përfaqësuesja e banorëve, e cila theksoi se nuk ka patur asnjë dakordsi. Të anulloj të gjithë letrat, të gjithë vendimet e IKMT-s në mënyrë urgjente, ose njerëzit pasaj do t'jenë bashkë në çdo godinë që ta mbrojmë. Bashkia e Durrësit ka paralajmëruar banorët se kanë kohë deri në datën 16 shkurt për të liruar vullnetarisht banesat e tyre, në mënyrë që të vijojë zbatimi i projektit të ID.